Përdorimi i inteligjencës artificiale në numërimin e fletëve të votimit për KQZ-n ishte një proces që përfundoi me sukses. Një ditë pas zgjedhjeve të pjesshme lokale, kryekomisioneri Lirian Celibashi u shpreh gatshëm për ta përfshirë në zgjedhjet e ardhshme. Por sa kohë që inteligjenca artificiale po përdoret në shumë aspekte të jetës globale, nuk ka asnjë arsye pse edhe në proceset zgjedhore të mos përdoret në tërësi, pasaj se në cilin moment ose se për cilin aspekt të saj është një çështje e cila mund të diskutohet. Por nëse kjo do të rrisë koston për zgjedhjet, për Celibashin mbetet për tu parë. Do kemi më shumë kosto se sa në variantin e përdorimit të pajisjeve të votimit dhe të numërimit elektronik, po janë dy gjëra krejt të ndryshme. Sa i përket pjesëmarrjes së ulët në zgjedhje, Celibashi la evazive nëse në kodin e ri zgjedhor KQZ do të kërkojë që të vendoset një pjesëmarrje minimum për të quajtur rezultatet legjitime. Unë i përkas grupit të atyre, të themi, personave që angazhohen me procesin zgjedhor, që nuk është domosdoshmëri që të ketë një kufi të pjesëmarrjes për t'i konsideruar zgjedhjet të vlefshme. Po ka një grup tjetër që mendon që në 1% të caktuar zgjedhjet nuk mund të konsiderohen të vlefshme dhe do duhet të ripërsëriten. Gjithashtu theksoi se nëse nuk ndërmerren masa ligjore në kodin e ri elektoral, rezultatet e numërimit do të vijojnë të vonohen. O do duhet ta kthejmë numërimin në qendrën e votimit, o do duhet të dakordsohemi për përdorimin e teknologjisë të pajisjeve të votimit dhe numërimit elektronik, ose nëse do ngelet kjo mënyrë, do duhet të gjejmë zgjidhje të tjera. Nuk mundet që procesi të fillojë një 2-3 orë me vonesë e të përfundojë pas disa ditësh. Zgjedhjet lokale të 5 bashkive patën pjesëmarrjen më të ulët ndonjëherë, me vetëm 18.42%.